Atëherë Dosti përfundon në ëndra Elbasanit për finalet të Kupës, penalltit e eliminojnë përballë Ignatës. Si e parë ndeshjen? Me keqardhje do të më thonë që na vjen keq u eliminu, po edhe të arrisë gjysmë-finale nuk është pak. E mira ishte të ishim kualifikuar që të ishim finalist, sepse ndoshta e meritoshin, por ndeshja e djeshme ndoshta kisha edhe pak emocion brenda. Nuk ishin pa aq lirshëm sa që ishin ndeshjet e tjera. Pastaj në fundit vendosin penalltit. Penalltia është emocion i veçantë. Ndoshta çunat ishin pak më të ri ato që humbën penalltit si Lleshi dhe Kasa. Ndoshta nga presioni i madh, ndoshta erën dhe humbjet e penalltive. Por nuk është fundi i botës, kemi kampionatin, jemi ndeshje me Vllaznin, që duhet të harruar sa më shpejt, se për 3 ditë vjen ndeshja tjetër. Unë kam besim që ekipi ka i moral, do të kthehet prapë ke lojat e veta të mira, duke pas parasysh edhe ne jemi një tifozëri shumë të zjarrt, dhe tifozëria duhet vitë të mbështesje, nuk duhet të jetojmë atë se u eliminuam dhe pse lujtëm ndoshta pak me dobët. Kampionati është i gjatë dhe ka më shumë vlerë se sa kupa. Si e prisi dueli me Vllaznin, është një ndeshje direkte? Mendoj që është një ndeshje direkte. Neve kemi qenë gjatë gjithë kampionatit të dy ekipeve, pothuajse rival për kampion. Dhe ne kemi treguar, kam përmendur për intervistat e tjera, që me ndeshjet direkte ne kemi dalë gjithmonë triumfator. Mendoj që ndeshja me Vllaznin duhet vlerësuar, nuk duhet me vlerësuar Vllaznia, sepse edhe ato kanë moralin e vet. Po unë mendoj që neve do jemi, me që jemi fushën tonë, do dalim fitues. Por ka edhe një problem. Nuk duhet të jetojmë me këtë që u eliminuam nga kupa. Duhet të jenë më të vendosur, duhet të luajnë lirshëm siç luajnë, por kampionati nuk mbaron nesër. Nuk është ndeshje finale. Është një ndeshje që duhet vlerësuar si dytë me fjalë ekipet kryesore për titullin kampion. Pra, nuk e shihni vendimtare. Jo, se ka edhe favorit, janë edhe 4 ndeshje tjera. Kështu që për mua, unë mendoj që është ndeshje rradhe.